Një 41 vjeçar u arrestua nga sektori i qarkullimit rrugor të policisë së Shkodrës, banues në fshatin Stajk. Ajo kap duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi dhe gjatë lëvizjes ka përplasur një automjet. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë proceduar disa shtetas për shkelje të rregullave të qarkullimit. Një 47 vjeçar u procedua pasi duke drejtuar automjetin ka përplasur një tjetër automjet dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Gjithashtu ka lënduar një këmbësor 74 vjeçar. Gjithashtu është proceduar një 76 vjeçar banues në Tiranë dhe një 25 vjeçar banues në Dobraç, pasi në aksin rrugor Shkodër-Lezhë janë përplasur me njëri tjetrin dhe më pas automjeti me drejtues 76 vjeçarin ka përplasur automjetin me drejtuese një 32 vjeçare, ku përpasoj kjo e fundit është dëmtuar së bashku me 3 pasagerët në automjet. Gjithashtu të proceduar janë dhe një 17 dhe 18 vjeçar pasi u kapën duke drejtuar automjetin dhe motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për një shtetas banues në Tiranë me detyrë inxhinier zbatuesi një firme, pasi gjatë punimeve që po kryen në fshatin Pyla i Shosh janë dëmtuar 4 shtylla betoni të sistemit elektrik të tensionit të mesëm. Në Thedh, specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë një 62 vjeçar, një 47 vjeçar dhe një 76 vjeçare, pas janë kapur duke kryer punime ndërtimi pa leje. Në Malësi të Madhe u procedua një 85 vjeçar dhe ky i fundit me akuzën e ndërtimit pa leje. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.